Emri Korkutaj, e dini prej ardhjen si ka dalë në Fterë? Jo, ne deri në 7 breza unë e kam dokumentuar deri në 1600 ca, si mas gojdhënave të nën Hamos edhe të nënës që mandin mend. Më tutje se nga ka ardhur nuk e di, po duhet jetë më para pa tjetër. Kam nxjerrë edhe një pemë gjenetike atje. Që nga 1600 nga prejardhje, gjyshe, stërgjyshe, brezat gjithë me radhë. Edhe nga nën Hamo edhe nga babai këtej, nga Korkutaj. Nën Hamo është nga Qorrajt me origjinë. Nga Qorrajt, martuar në Dhulaj me Murat Dhullin. Që më ka treguar nën Hamo aq madhe mund, bile kam bërë edhe një libër për atë, për nën Hamon. Edhe nga këtej ka marrë pasaj majmën nga Huso Zhupa, më ka ndihmuar Hall Farua, Allah ime që ishe fenomen, sidomos në matematikë, që bënde veprime me 3 shifra, pa ditur shkrim me këndim. Ishte fantastike, por nuk pati mundësi që t'i shfaqte. Po Korkutaj, deri në çfarë brezi e njihni ju? Rakibi babai i gjyshit. Babai i gjyshit. Janë përsërit emrat. Përsërit. Rakibi është i gjyshit tjetër, shemja është gjyshi jonë. Kushriri i pari i gjyshit tonë ishte Omeri, Omer Korkuti. Omeri kishe marruar për drejtësi, ka punuar dhe më para çlirimit deri, unë ka qenë edhe në rrethin e Gramshit, ka qenë kadi. Pastaj iku në Turqi dhe më vonë në Egjipt. Erdhi në Fterë edhe ndërtoi shtëpinë që kemi pat neve, shtëpi e veçantë për tërë krahinën, domethënë gati sa 3 kace për 2 kace ishte, me WC brenda, me ujë të rrjedhshëm, me lavapjat, me dhomë gjumi, me gjitha këto, dhe muret e shtëpisë më i mend ishin të skalitur akoma me figura, me avllëja jashtë, portat e mëdha. Edhe këtë shtëpi e ndërtoi vetëm për të mos humbur emrin në fshat. Që t'i ngelte emri, edhe deri vonë thosh, o shtëpia e Korkuteve dhe shtëpia e Katiut. U shkëput pasaj, nuk patëm më lidhje deri mas vitit 60, pati Muzaferi njëherë, një korrespondent me të, di që një djalë që kishte javur emrin Korkut dhe atje dhe pasaj u ndërpren edhe si që ndërpren edhe me këta të nën Hamos të gjyshes që ishin në Turqi, që ikën 3 vëllezër që ikën në Turqi dhe asaj që në kohën Zogut për asmëri edhe nuk patë mundësi të lidheshim. Edhe tash që u krijuan mundësit mas demokracisë që erdhen disa fshatarë të sa erdhen këtu tek Kamera Likua, i takova unë ato gratë, i njihnin, u dhash një letër edhe ca porosi që të lidheshim me këta atë. Kur erdhen herën e dytë ato thanë, jo, thatë nuk u njohën fare ata juve, thanë, kishin frikë të lidheshin me neve, kështu që u ndërpren lidhjet. Po gjyshi? Gjyshi ka qenë gjyshi nga babai, shemja ka qenë hoxhë më shumë, ka qenë në Sasaj në këto vende këto, si gjithë stereotipet tjerë. Nuk unë e jo gjyshin, po dhe babai nuk e maj mend, se maj mend fare, se kalen shumë të vogël. Po, si që tregojnë gjyshi, ishte tamam me hoxhë, me rregullat e hoxhës, se më thonë, me pasërtie, me larje, bile, mande krër që dhe për mjekër përdorte krër më vete. Po, hoxhë i marruar në Istanbul? E marruar në Istanbul. Është dhe një tjetër nga Korkutet, që thonë një Daud Korkuti, që ka rriti deri në general në ushtrinë e Turqisë atëherë. Po dhe me atë nuk u shkëputën, krijuan familjet e tyre. Keni pas kontakt? S'patëm kontakte me ata. Po Korkuti si biemër ka ndonjë kuptim? Nga ka dalë? Korkuti e ka që po ta përkthesh nga turqisha që kanë folë me ca turq, Korkut thot që të fut frikën ose balos. Njeri. Po
Në këta filma turq që kam ndjekur, e kam ndeshur shpesh këtë, edhe emër, edhe mbiemër Korkut. I përdorshëm. Po prejardhja e Korkut deri në sa breza mund ta keni ndjekur? Deri në 1630 afërsisht që i kam unë. Figuron. I kam Në këto visat e tatimeve? i kam zjerë nga gojdhënat, të gjyshes më tepër. Do të thënë nuk janë të ardhur në ftehë, po kanë marrë këtë mbiemër nga kohën e sundimit turk. Atë thosën se këta dalën më të hershëm se sa në kohën e Aliut, si kohët e Ali Pashës, kështu që Se thonë që ju keni dhe ngjashmëri me mbiemra ose me qifut. Ajo puna e qifutave s'është vetëm për ne, po është Për shumë betë. për gjithë ftehën. Për shumë. Se me Muzaferin u morëm, jam marrun i pari me Muzaferin që kemi ikë që në 92-shin, 93-shin, ikëm në ftehë, bile paguam edhe ca punëtor për të hapur disa vija atje për të gjetur në një mbeturin ose në një shenjë nga Sabajtsevi që quhesh dhe lartë te qisha që i thoshin këta ftehë. Gërmuam atje disa ditë, vajtëm prapë edhe njëherë tjetër, nuk gjetëm. Mbeturina kishte të arkeologjike, po gjë konkrete jo. Më vonë pasaj, mas një 2 vjetësh, kur hapesh qafesh e Thanasit, që u ullë ajo poshtë, atje gjatë gërmiveve doli një varr. Dolën eshtrat e njeriu. Na njoftojnë urgjentisht neve, se ai qafesh e Thanasit me atë qafën e qishës janë në një vijë poshtë. Edhe mund të ishte vazhdim, se ishte pozicion, edhe qafë e qishës shumë teorikisht i bie që ai la një amanet mas i vdiq, që më lini që të shikoj nga deti ande, nga kisha ardhur. Edhe ajo qafë e qishës është që shikon tamam pozicionin e detit atje. Na njoftojmë iki me Muzaferin urgjent atje, ishte durroizmo e të tjerë që ata kishin marrë të tërë në kush më shumë, kush më pak. Ato eshtrat, edhe vajtëm të shtëpia, durro se këta ja i kam në një ftesë, i tha Muzaferit. Muzaferi u nëzhe shumë, edhe përplasi atë edhe iku i revoltuar, se kishin prishur Të gjurme. gjithë. Ne kishin marrë për Hajmali. Kishin marrë për shumë. Po, interesante ishte që kokën nuk e kishin gjetur. Vetëm eshtrat. Kokën nuk e kishin gjetur. Është një ide që kokën ja kishin quar në Stambol, po t'ishte për shënjë, për garanci. Se duhet t'ishte atje, qose ishte e që mendohet të gjithmonë. Ca qëndrojnë, ca s'qëndrojnë. Ju keni shkruar për gjyshen tuaj në Hamon. Po. Pse ju ka lënë kaq mbresa në Hamon? Qa ka qenë si person? Si unë, babaj mua vdik se njova fare. Nëna ishte tepër e ngarkuar, e kupton, në la të gjithë fëmijëve të paritur. Rakip ishte në shkollë, në Gjirokastra, Muzaferi ishte në Shkodër. Unë me gazi, unë me atë vëllain që nga ka vdekur, në ftehë, motrat ishin martuar. E duheshin të përballoheshin këto, nëna s'kish kohë të merreshme, kështu që ajo në Hamua gjyshja ishte njeriu më i shtrenjtë që më ka lënë mbresa, pa fol për nënën, se ishte heroin, po. Edhe më mante afër dhe më tregonte të gjitha këto historitë që mante mund në Hamua. Edhe kam bërë një libër edhe me poezi, kështu me vete dhe një me të shkruar për të historinë e saj. Ajo u detyrua të marrë hak për baban që ja vran në Qorraj. E ja vrau njëri që e kishin patur çoban të tyre, e kishin ushqyer një jetim. Ai tregoi se ku do të kalonte atë ditë ai që kishin zënë prit. Ai vinte nga Delvina, kaloi në Borsh, edhe i thot një aslan, aslan kapëm do i parë, i thot që
mos shko Dalani, thot, mos shko këti se do të vrasëm, se kishe marrë vesh që i kishin zënë pritet për të vrarë nga rëzaj vake, se ishe nga qorrejt. Edhe i thot, unë do vete, do kaloj atje të më vrasen, më mirë të më vrasen mua se të vrasen djemët. Ti laj unë gjunat e qanaket se kishe vrarë, i kishe vrarë një, më përpara, pa dashje të i kishe qëlluar me pëllume, i kishe ngellu. Edhe kalon i dolën ata, që kishin zënë pritë aty, i dolën, sa i pak mushkën e kishe të ngarkuar. Ata dolën për ta qëlluar, thot, 1 minutë, thot atyre, mos më qëlloni. Po të ketë mundësi, mos ma prishni fytyrën, thot, po më qëlloni në trup. E qëlluan e ranë toka i atje dhe ikin ata, dhe mushkën nuk e ngarku. Si që ishte ngarkuar mushka, 2 ditë ka në ati të zoti. Njofton kjo që mbriti Dalani në qorat, s'ka mbritur, atë shkoni thot se e gjeni filan, e gjetën. Edhe kishte detyrim në Hamua për të marrë hak, se vëllezërit nga Afrika e Asmërisht ikën Turqi, 2 vëllezërit kishte. Edhe që për njëherë kur ishte bënte drunë me një shoqe saj atje në Langal, në pjodha atje, pa që po vinde kjo Lilua që ishte kryesori. A e kishe marrë një shtëm me raki, e ki hedhë në supë dhe vinde nga borshe, do kalon dhe lumin e do hitesh për në qorraj. Kjo i thot asaj shoqes që ishin bashkë, da s'do edhe qik për nevoja personale, unë se pak dhe një të dalë aty të shtegu ku do kalon dhe se ishte një dëras aty që ishte lumi më i cekët, mloti ca gur, atje dhe sa u afrua e pa i tha, i tha, ma bëret pa besi, tha Lilua. Jo, i tha, unë pa besa bëre ti që të kemi ushqyer, tha dhe vrave baban, tha dhe i këput një gur unë kokë. A i e uli atë shtamën, atje dhe vurit duart në kokë. Të gurin tjetër mas kësaj, edhe të tretin. Atje i në lumë, i plagosur doli ma tanë, ishte një kasole ku vajti në 1-2 ditë edhe vdikë. Kjo tha e mora atë poqen e rakis që kishe e theva dhe hodhe në lumë dhe e lava një ashtu dhe. Ajo ishe martuar në fterë me Murat Dhullin. Me Muratin, si që tregon të ajo, shkonin shumë mirë. E donte shumë. Edhe bile më tregon të ato skenat e dashurisë që gjyshja. Si thoshte më fuste dorën Murati, thoshte poshtë qavës të rrinim në hyet limonit, ati në Langadi ka qenë limoni math, edhe 2 zogja të lartë ciu me një tështë. Dhe me thënë një romantizm që na duke shqudi për atë kohë. Lindi një vajzë në Hamua edhe i vdiqë. Pastaj lindi nënën tonë. Edhe i thotë shoqet, jo thotë ne nuk kemi gjë kështu, thotë se unë vajza bëj. Ne na duhem djemës, duhet edhe për pasuri edhe për të marrë hakën, qa do bëjmë? I thotë ai, jo, i thotë, Hamua, unë kam tyja, thotë, sa për 10 gra. Do martohesh, thotë, se mua më është bërë në ëndër edhe është gjuna, thotë. Edhe ta kam gjetur këtë do marrësh, thotë. Ishte motra e Haxhi Shkurtit, Havaja, kish një leve ajo, se pa fëmijë. E kishte shoqen në Hamua, kishin muhabet, edhe e takon. I thotë, dëgjo, Havaj thotë se unë do të marrë nuse me Muratin. Qarë thua më, i thotë, si me Muratin, Muratit ka të janë. Po hajti, thotë, se Murati manë 4 gra, jo 2, thotë. Të vishti, e martoj burrin, edhe shkonin aq mirë me njëra tjetërën, sa as motrat nuk shkonin aq shumë. Kjo rinde në fterën në Hamua tek shtëpitë e mira, ndërsa Havaja rinde në Langal tek në stan. Lindi pastaj 2 dje me 2 vajza Havaja, domethënë Subiun, Kajtazin edhe Zojën e Bejen. Që ne nuk i dallonim dot, se dhe Havaja vdik shpejt e vran gjatë luftës gjermanët aty në Langat, ku kishte rënë një makinë me miell, vajtën me Kajtazin për të marrë në 8 miell atje. Ushtarët gjermanë dolën lart, i goditën atë vran Kajtazin në plagosën, e kapi një plumë në krah ror këtu e deri dhe duart bile
deri voni ka patur të salduar e gishtat që në atë kohë. Kështu që në Namo ishte njeriu që me përrallat e me tregimet e me çfarë më ka treguar ajo që edhe histori të fshatit e gjëra që si din as shumë njerëz nuk e din ose janë mbuluar në koha. Edhe në pleqërinë e thellë ngeli vetëm me neve, kështu që nuk ajo është dashuria më e madhe që kam patur për gjyshen për Nën Hamon. Po mamaja goce vogël u rrit me Nën Hamon. Nëna, ashtu si ishte koha, nëna u fejua 9 vjeçe. U martua 12 vjeçe edhe ka lindur fëmijën e parë 16 vjeçe. Nga 12 deri në 16 gjyshi që ishte hoq nuk e la të flinte me babajin. Se ai e lidhi. Ai do me bë dazma e majtën për shtëpi për punë, po nuk e la Jo si e gjeti burrin e kam fjalë. Burrin e gjeti, po s'duhet me që s'kish mbush Ja gjeti prindi apo po prindrit i gjenin ata. Prandaj ishte babai ishte djali vetëm. po pse u lidh me Korkutajt apo? E kërkuan nuse. E kërkuan Nuse Korkutajt. dhe atëherë nuse të kërkuashin që pa e lindur. Për shembull, jo ata që ishin, po edhe unë më mbrapa, për shembull, më kujtohet Hateme, shkurtja me nënën tonë ishin kushëria e dyta se kishin gjyshe shumë. Ishin të dyja 7 zana. Edhe ishtë lafosur me njëra tjetër. Po për e ti djale unë vajzë, ose të kundër, do i martojmë bashkë. Kështu edhe ato, jo këto që ishin të rritur, ajo ishte 9 vjeçë, ishte goxha për atë kohë për në fshat. Po nën Gjylsaja ka qenë e bukur që e re. Po e bukur ka qenë, tash i kush pyese për bukuria atje. Kanë qenë më shumë marrëdhëniet ekonomike apo? 16 vjeçë pastaj ka lindë fëmijën e parë. I lindi i Limen. Lindi Limen, pastaj lindi Këzen, pastaj lindi Rakipi, erdhi mas 2 vajzave që ishte fitore e madhe. Pastaj Gjuzidea, pastaj Muzaferi, pastaj Gaziu, pastaj unë. Edhe një 3 na kanë vdekur, 2 vëllezër e një motër prapë, nga 2 deri në 4 vjeç. Si është teoria që Pema nuk i marrë të gjitha lulet. Domethënë sa? Po me gjitha ato lidhjet e të padëshirueshme kanë qenë 13, thoshte Lëra. Unë isha i 13 dhe bile ajo lindja ime ishte e padëshirueshme. Sepse Limja ishte martuar, kishte lindur, kishte dushur 2 vjeç kur ju vra burri në luftë. Edhe ishte turp që nëna të linte dhe vajza ishte edhe. E kupton edhe vjen në kongresin e parë të gruas që u bën 46 në Tiranë. Bizeton me Diton, se Diton e kishte kushëria e parë, vajza e Hallës këtu, Diton me Safet Memin. Qa do bëjmë, i thonë, do pish ja 12 kokra kinino dhe do futesh në një kazan me ujë të ngrohtë që ta dështosh. Edhe kështu bërin e na u kthye atje, i thot babait kështu, ra dakord, i piu dhe ato kokrat. Ra dakord babai. Po, ishte turp që i piu kokrat ajo, dezi dhe kazanin me ujin katua poshtë në Mazato, në kohën që do futesh në ujë, të bëte banjë me ujë të ngrohtë, si që kështë porosin, bie gjysh shemjat e shkallë, thyen këmbën. Në atë moment, u mblodhen gjithë tonë dhe ajo se u lëri dhe su fut do të... E kështu që... Nise ti. Nisa udhëtimi me luftë. Të gjitha kopaqet i haja unë. I vogël. I këmush ujë, i këbëj atë, i bëj këtë. Po kështu të kanë ndihmuar edhe se të gjithë dolën me shkollë, ikën e. Patjetër, ja e kemi bërë për njëri tjetër. Të Rakipi njëherë se Rakipi ishte i madhi, dolin punë, se motrat ishin martuar. Rakipi t'i binte përgjegjësia se bile që kur vdiq babai, i thanë të gjithë që Rakipin kthehen në shtëpi tash se duhet mbaj shtëpinë, se janë gjithë ato gjëra. Jo, thanë, na sakrifikoi. Bile Muzaferi ishte në Shkodër, në shkollë,
nuk as e njoftuan fare në fillim, se do lidhe shkollën. S'de që ta njoftuan, e merr vesh i direkt në të tjerë shumë. Edhe vjen kërkon baba në fshat kur vjen në pushime. Babai si bli? Babai, si shtash, si që erdha unë kotë edhe ai vdiq kotë. Dhe ka thënë tjerë, Qëllon. kotë vi me kotë ikim. Ai kishte vuajtë nga reumatizma dhe vajti në Lligjat e Selenicës. Atje, ato i bën keq. Ai edhe vdiq nga zëmra, si përfundim. E viziton, ka qenë me një dy shokje, e qua në spital në Vlorë atëherë, me Basri Daudin edhe Nishat Brinjen. Edhe ai italiani e pa kishte smadim zëmre, më të diçka ti, se aq sa mund të diagnostikonin atë kohë ata. Edhe i thonë aty, thot italisht, 2-3 muaj jetë mund të ketë. Është fjalla për vitin 27. 27-28. Ai babai dinte italisht e dëgjoi gjithë muhabetin. Erdhi në fshat e i thotë nënës që kështu, prandaj porosi, vetëm porosi. Unë me gazin ishim të vejir, as e kuptorim fare se si. Unë isha fare i vogël që as 2 vjeç. Edhe që bënde në mande një shkop, një kërrap që trëmte dhe pulat atje në shtëpi, se e bezdisin se rrinde këm kryk nga qarkullimi gjakut, kur që disi. Edhe na qëllonde neve. Edhe i thoshe në ç'kemi djetë më pëse. Jo thosh, nuk i rase si dua, po duhet mos mërziten se kur të vdes unë. Nën Gjylzaja pastaj natyrisht që ka vuajtur shumë me gjithë ata fëmijë. Si ja ka dalë nën Gjylzaja, se as mbështetje, as rrogë, as vetëm një ekonomi. Po çfarë ekonomi e bënde ne? Çfarë ekonomi kishit ju aty? Në i qep, në i patate, që mbillim atje, edhe iknim, unë fëmijë fare, në Qeparo, kishim një mik që qonim, që mirim në që grur, ose që kisha atje, ose edhe në afër Saranës në Nivic. Edhe deri në Nivic, bile maj mënd një skenë që se s'kishte ku të dalite në merte me vete. Se ishte edhe grua, donte një kuptot të lëviste në atë zonë. Edhe unë edhe gaziur hipur në mushk, deri në Nivic. E kur ktheheshim, bile maj mënd që më kanë ngellë në skenë atje në Langat, që dollë në qenë në darkë. Dole në qenë e staneve. Edhe mushka, që unë e kam konsideruar si i ka bërë dhe shkruar për atë mushkën tonë. Yes. Si ishte kafsh, po ishte njeri. Ndaloj atje në andasjë, hypëm lartë të 3, edhe nga rkesa që kishe mushka, edhe e afroeshin qënd, atje qëfryte, sa kaluam zonën e rrezikshme që ishe në qenë, pasaj zbritëm e ekim. Ajo mushkëna ka majtur, edhe mushka, kishim gjysëm mushkë me të drejtë, jo mushkë se. Mushka ishte eksempler Gjajasini, Halla, jo, motre babajt. Edhe Gjajasini nuk rinde në fterë, se ishte kryetar komune, nuk rinde fare në fterë. Edhe për shtëpinë e tia përgjigjesh babaj im, ishte, se kishe motrën fëmijët. Edhe këta Ismeti, Besimi, gjitha janë rritë më shumë në shpinë tonë, se sa atë, se Dajko një njifnin. Bile edhe më përpara se u prish unë se arrita, po Litërvia që u ndërtua në fterë, po shtëpis tonë, që ose manë më dhe të gjemal atje, ka qenë ato rënojat. Litërvine ndërtoj Gjajasini, edhe ajo ka një histori, jo Litërvi, po ishe fabrik vaj, që në atë kohë, që në 36-ën ndërtuar. Ato presat erdhëm nga Italia, makinerit që shtypnin. Ata gurët u bën lartë në mbi Kika, u skalitën me ca mjeshtra ishin të nga bregu, mi distyre ka qenë edhe Zao Koka që ka punuar aty. Ato gurët e më dhënë shumë, edhe i kanë zbrit me litar që i bërnë aty Litërvi, dhe punonin edhe me të rrulluar, edhe me kuaj, po s'kish më shumë me dorë që rrotulloheshin, edhe presat që rrotulloheshin me dorë që shtypesh, dhe gjithë vaj pasaj mblidheshin në një enë aty, jo enë, po në ato
një si pishin e vogël kështu, edhe shkonin tek shkalla poshtë mbidheshin në një cistern, po them, i ndërtuar me cimento, e madhe mbushet edhe binte gjithë krahin avullit që shtypte. Edhe hapesh nga poshtë, në shkallën tjetër më poshtë, hapesh që deri dhe zhvurgu ato edhe që ngelesh vaj. Ishte gjëja më moderne e kohës për atë kohë. Atë kishte edhe Italia. Ju kanë ndihmuar. Edhe kështu që ne kishim, i shfrytëzonim, i bënim, kujdesim për vete edhe për familjen e Leze që kishim bashkë. Prandaj, kështu që i la ajo, kështu sakrifikoi nëna. Rakipi në shkollë, Muzaferi mbaroi shkollën atje. Gaziu mbaroi, nuk e mbaroi plotësisht shkollën pedagogjike në Vlorë, ishte me këta, ishte 2-3 vjet më i madh se unë. Po ato të mirat që kishte ajo mushka, na i bëri dhe të keqen e madhe, se pa dashje e goditi atë Gaziu një herë, e goditi mbas koke me shkel, edhe që atëherë kaloi një epilepsi. E kur bëri autopsia doli që ishte bashkuar e cipa e trurit. Vazhdoi, bile ajo ka qenë tortura, se çfarë them unë, me madhe 12 vjet me radhë në kishën Hoxhallar, e në doktor me radhë e dërguan për të parë, po të keqen sot si japan gojkish. Edhe kur vdiq, edhe kur do jepte xhan, çau malet me radhë. Se bore madhe kishërar, edhe vajti u gjën pranë. Nëna erdhi nga Fterra deri në kot më këmbë. Kur së mor Gaziu, e gjetin në spital. Po qa the unë, ishin heroina për të tërë gjë. Bile qa the unë, atë natë që vdiq Gaziu në spital, deri në 90 ne ishim në spital atje. Edhe ikëm pasaj të Rakipit, gjithë motra vëllezër, edhe dojti vetëm nëna, ati me të. Sa ikëm neve, a i kishte mbaruar. Nuk na njoftoi. Në mëngjes, Lorin, se ishte, ka qenë shkurt, 24 shkurt, ne ikrim neve për në spital, e kemi rrugës në këthe, unë i thotë se mbaroj, po unë shpëtoj dhe aji dhe neve tha. Po kur më sa i këtë juve, thaj. Po pse se në thaj, qa do bëni këto, dhe e këtheni, tha. Dhe me e majti e qau vetë atje. Po nga fëmijëria, qa mam që të ka bërë më të bërë përshtypje për Fterën, se Ftera ka qenë me hoqë, me shumë besnikni, me gjinde, me kjo kanë influencuar në fëmijërinë tënde? Shiko, nuk e di unë, në kohën e pushimeve kur vinim në shkolla, atëre punonim për nxjerr në lek. Punonim, kam punuar edhe në minierë lartë, mbi poshtë jafës qizës, që kërkorin uranium. Edhe më kujtohet 25 metra ishte ajo galeria, shumë e cekët. Dhe kur dilim ane, dilim edhe i me koke. Të gjithë. E ndjenim. Po, karakteristik ishte në Fterë, po thuaj se në shumë familje kishte në një të sëmur me ndorë. Kush e shfaqte e tregonin ca e manin të brenda, dhe gra dhe burra. Unë ma e mend se ndoshta shumë Serianin, Nebilun, Liftov Malon, shumë të tjerë, edhe ndoshta thebun që edhe këto recatime ndoshta si vend mos kanë influencuar në gjë në një. Po atë gurin që mirrim atje neve që dilte si që mirë, ishte një shiste, i thosh, no? E futim në sobë për të djegur dhe rrinte një javë pa dikjesh aq ngadalë. Nuk e di erdhën disa herë, edhe rusët kanë ardhur para, që kanë kërkuar Majmunun, edhe kinezët po, po edhe si që më thoshtë të reqo, ka, po nuk kërkojnë rezerva, a ja vlenë për të shfrytëzuar, apo si ja vlenë, nuk e di. Pastaj, në Fterë qatë ma shmën, vojtit ka punë në shkollë. Frikrat, gjërat kanë qënë? Kishim të destinit, ekzistonin.
Se ne kishim një përrua, përroj gjinde. Përroj gjinde që Se kishim kaloje me frikë atje fantazma. Unë më mund edhe një gjë tjetër, kur i ra për herë të parë sëmundje e tokës vëllait, atë natë erdhi një komshia jonë, s'po ja them emrin, solli një pulë, e kishte hangër rrjedhë, thoshe, domethënë skifteri. Edhe na dha, nuk e hëngri vetë, e gatoi në natë, edhe po thuaj se e hëngri të gjithë gaziu. Edhe që kur e hante atë, ja bënde. E lidhë edhe me shkesa këto që këta epileptikët, mishin e shpendve, nuk u rekomendohet. Pasaj edhe qatë çudia është që unë nuk besojnë normalisht, po unë që e kam parë, për shumë, konkretisht, se ne me gazin nuk lam vënd pa vajtur në kishën e Laçit në atë kohë. Në gjorëm ishte dajko i babaj tonë Fedanzani, hoqë, e kishte një baban. Edhe a i këthem qatë të bëjon, tha, ja të shkruaj, tha, një kështu lutje është, ta shërojët. Në marrën vesh që hoqë Kavaja, ishte që bënde mrekulli në atë kohë, edhe ishte në burg. Një nga qorret, nuk maj më emri, një ishte i polic burgu, ndërhym të ka i thote i këshu. Më bini një jak këmish e thote një gjë. I quam një shenjë atë, në burg. Edhe sa e vuri atë duva atë, ai përveç smundes tokës i ku nga mëndja. Nuk i ku nga mëndja do më shikonte, u fliste shokve, o Fatmir ku je, o ty këto njerëzve që se egzistonë si ishin atë. Këtë e kam, unë isha njeri më i afërt me të, edhe të tëra me mua i hiqte, edhe që tregonte që bënde vetë mua mi thoshte të gjitha. Edhe e pyese unë, qa ndjen kur të bje së mund e shumë? Po ku ti më thosh në fillim, thosh më vinë 12 veta me thika mi ngullën e mi bëjnë e kështu edhe me huma sfarë. Edhe kur para se të vdise më thoshte mua, ishte mirë bile kam këtu akoma i kam letrat korespondente që kam pat me të. Më thotë, bon, kanë ikur, edhe 2 kanë metur, thoshte. Edhe së mundi e kapte shumë pak. I vëbë, i jepte një të dritur, kështu edhe. Mirë po, nuk vdiq nga kjo. A i maroj pedagogike nuk u futu, e futëm në punë për ashu, e futi Rakipi në një park ati, por më shumë ka në spital në psikiatrik, që kurohesh. Edhe u sëmur me të ftot, i bënd ca kurat s'ka duara, vdiq kë, ato në 66 nga vdekë, në 64 s'ka dorin ato, që ruse. Vdiq kë dhe i tjetër. Tash i goja punë, hajti gjeshës. Kopshe të qerë dhe s'ke pas në fterë, po shkolla. Kopsh s'kishim, po kishim koshta. Ato koshtë ati i punon dhe në nërshu me, kishim portokalle, ulli kishim atje. Edhe në shkollë, në fillim s'do të më merte mësus në imi, që ishte dajvaj babajt, se gjyqja ime është e motrën e imit. Është i vogël, thosh, me zim morin në shkollë. Isha i shkurtur, edhe akoma kështu kam metur. Po, me mësime kam qenë mirë, bile kam dhe një dokument ati që kam qenë komandant kompanije, kam grada. Marrova të në vajtëm ja 2 muaj në Qorraj, nëna nuk përballon të do të s'kishe këtë dhe pasaj më mori... Qorraj e lidhni të bukën në lumë aty. Mori Rakipin në Vlorë, edhe drejtori i shkollës fëmijës ishte Safet Kofina. I thotë, e gusht jeni, thotë Rakip, hajde një bjere këtu, të bajon se. Sa ko bile vajtëm edhe me nënën edhe me gazinë, e vajtëm të Rakipi një dhomë kishte, sa ishte martuar, po donte dukesh që ishte djali i madh, zoti i shtëpisë, s'kishte çfarë të bënte dhe ai shkreti. Me sakrificë, me gabim që
u shkëputëm për pak kohë nga Ftera, po unë i kaj pasaj në shtëpi të fëmijës, aty isha shumë mirë, se kishim edhe ushqim, edhe në ndim na ipnin në këto demokracitë sillnin, vendeve i socialiste atyre. Pasaj marrova 7 vjeçarin atje kut vete, me thënë drejtën qefi ma kishte për dramaturgji, për në lice, për këto kisha edhe nuk ishte ashtu, po kisha i qik talent edhe të trashëguar ndoshta, edhe të trashëguar, se me thënë drejtën edhe nëna ishte interesant, nëna për shumë, edhe në dasme, edhe në kudo ku ishte fliste me bejte, me direkte, ishte shumë, bile nga jo e kam atë më shumë. Bile të tregoj vetëm rastin e Hekimet, kur vdiki Hekimeti, Dhëndri, Limja ishte 7 zanë, po nuk e ditë njeri. Edhe, si rregull, duhet vinte babaj ta merte, ta nxirte, tash ta binte në shtëpi, se gjërsa s'kishte fëmijë. Vete babaj atje po fshati tërë që qalin e bëher se ishte vrar mësuesi i fshatit, njeriu më i mirë që ishte. I thot ajo, Limi i thot, i të thuaj të vi nëna këtë, thot se nuk vi unë, thot. Ikën babaj, vete nëna i thot, si është punë, thot, jam e barri, thot, Limi, nuk vi, thot. Edhe ashti duke qarit, si që qarin gjitha gratë e fshatit, edhe nëna, o Hekimeti, ore Hekimeti, thot, ushtë të gjetë, ushtë në gjetë, thot. Po Limi është me barë, do linde, do bëj djalë, një copë bukë do të haj. E këton? E qau edhe njoftimin për të tërë se si ishte puna. Edhe Limja s'u martua ma, atje ngeli, atje u lidh me atë 18 vjeqe, gjithë jetë e saj. Ishte si ka. E kështu që kisha marrova 7 vjeçar ku të vete, thash unë. Ishte vetë mja zgjidhje për mua, ishte shkolla Skënderbej. Se atje kishe ushqim, kishe veshe, s'kishe nevoj për ndihmën tëra. Kështu që vajta në shkollë Skënderbej. Se si familje s'keni pas tradita ushtarake? Ka qenë një Daud. Daud Korkuti, po ka qenë me Turqi. Gjenerali, po. Po ne jo, ishe absolutisht. Vajta në shkollë Skënderbej, marroj shkolla ku të vemi, zgjodhëm ato, lexonim ato të ardhat, ishte një degë e re që ishte apo radiolokacioni. Për shkollën e lartë pasaj të, pas shkollës mesme. Vajta për lokacion marrova atje, ishte të më shkenca e kohës për atë kohë, edhe deri vonë. Edhe punova atë zanat deri një gati 18 vjetë punova me këtë, u specializova dhe me kinezët. Bile pata fat të mirë që në shkollë atër, se isha 1-2-3 muaj në spital, kalova një ftoje të rëndë. U njoha me kinezët atër dhe fillova mësova gjuhën me të, pasaj u specializova me kinezët, po thuaj se komunikoja shumë mirë, njësoj si me shqipen me të, po u harrua se koha su përdorë. Edhe kur u lirova pasaj mas 92-shit, rastisht, kur vija në Tiranë se fillova tregtin, gjej këta kinezët që shisen këtu, mua bet me një ata kinezë, edhe një moja me ata shqiptarët, bilem këto njerëz. Mund të kujtosh në një fjali kineze ose numër? Po të gjitha, edhe sot i di kryestoret, po erdhi njeri atje fliste, kështë këtej në veriu, edhe se që i kërkote, po s'merresh vesh me atë kineze dhe ndërhyra unë, i thashëm kështu, po dhe sa bukur e flet shqipen, sa po se më dite kinezë. Bile edhe kur isha me kinezët tjerë, bëra një vit bëra për këto avioshenjat që quajnë këto, që përdorën sot, ne i kemi bërë 68-ën. Edhe shkojmë, bëjmë një fluturim në Vlorë me ata kinezët, edhe i thonë ati komandati të regjimentit që do vinë kinezët ashtë me një avion të fluturor. Unë me atë përkthysin, e përgjithëse kemi vemi me një Karpat para, kinezët vinë me mikrobus mrapa.
Sa vajt, i kështë mbledhë regjimentin, rreshtuar aty, dhe atë përgjegjësin e njifte se ishte më kas, mos mirë, tha ky duhet kinez për tonë dhe muaj. Po ti pare ti keni në qikë më Po, ngërë i do të kineze, edhe Gjylzaja kështu veqë. Dhe pasaj për fat, në atë regjiment shkova, kur i ka në Cerriku, shkova e kisha komodat prapa dhe shumë. Kjo puna me këtë kinezi më ndihmoi këtu, me tregtim. Thotë qa bën, me se merresh me elektrike. Punojmë bashkë, punojmë, si do punojmë. Do më bjesh këto prodhimet të elektrike, si merë ti në Itali, thotë, më japësh mua mi pak e to të gjitha. Një të marrun atje, në Vlorë se ishte një që punonte me kinezët. Ja qoj me pakot të terasi që i prodhon të kinezi, pas 6 muajsh, erdhen Gjevi si Made in Itali, nga Kina, dhe a i më ndihmoi shumë pasaj këtu, se më merresha me shpërdaj, nuk vura asnjë lek vetë. Nuk investova, po a i se kishte problem. Po i sfidoj, për shembull një prizë shugo italiane shisim 4.500 lek, kinezi 500 lek. E a njëta gjë nuk e dalloj dot nga jashtë. Mas nesh pasaj u futën edhe tregtar tjerë që i prodhuan, i kutrojëm këto. Unë punova pasaj me këto pallatet, këto furnicime me këto kinezët. E shtyva, nuk vura në i pasurit, po s'kisha qëllim të pasurit mo të madhe, doja këtë jetën mesatare. Po mundësi kam patë. Po si ushtarak, ke pas karierë të mirë? Si ushtarak, në fillim, vajta sa marrova për lokacion, vajta në Cerrik. Cerriku ishte vend i vogël ishte, po kishte detyra të mëdha ushtarake. Se mbulonte, se lokacioni i shërbente artillerisë kudajrore, zbulonte aviacionin, edhe drejtonte artillerin ku duhet qelluar. Edhe ishin disa pika strategjike aty, detyrë luftarake që kishin me mburonim, uzinën e naftës, një që ishte strategjik. Ishte një aerodrom ushtarak, që është akoma aty. Strategjik. Ishte metalurgjia. Ishte edhe radiostacioni i fuqishëm, i Sinullas atëre, aty që është akoma në Cerrik. Edhe ndajta, po sa vajta, që kisha mbaruar për lokacionin, më njoftojnë që do ikesh në kurs me avioshenjat me kinezët, kështu që ika një vit me ata. Sa u ktheva pasaj më thonë do ikesh prap me kinezët për specializim për lokacionin. Ika prap me ta 10 vit. Ndajta 10 vjet në Cerrik me këtë sektor. Pasaj shkova shef lokacionin në regjimentin e Vlorës. Erdi koha që ra kjo problemi i kësaj armës, nuk vlerësohesh më si duhet. Edhe më kujtohet atëherë edhe me Metsheu që ishte ministri, nuk bëhet më lufta kështu, thosh, me këtë forma. Ja varën në asaj pune, që ato kishin një kosto të jashtëzakonshme, vetëm një aparat nga ato që përdorim ne që atë zaka quhesh, siç na thoshin ato, ishte me vlerën e 15 avionave. Ajo bënte 13 ekuacione në sekond. Dhe jo të zgjidhur kështu, të futur të dhema fikse, po në dinamik, në ndryshim, sepse mendo sikur një të 6.000 e rrethit, një milizim të gaboshin në 10 kilometra, e vete 100 metra e spostuar për edhe, që precisionit e, dhe asgjë elektronike, të gjitha elektromekanike, mbledhje, zbritje, të gjitha bëheshin magnetike. Një inxhinier i sot nuk e ka idenë se si mund të bëheshin veprime pa gjysmëpërçuesat që bëhen sot. Pastaj duke parë s'po se kjo punë, e ndorova dhe unë. Unë gjithmonë e kam dashur zanatin dhe kam ecur mirë, më ka pëlqyer. Mu kalon, ku do kalon, doli ishte i shoku i Muzaferit, i shef kuadri në korps, e thotë, kaloj e mor këtë që duhet ati, të rri këtu merë më shumë edhe rri më rehat, dhe kalova shef kuadri atje në regjiment. Më vonë pasaj, më doli nami që atje më donin të gjithë, u hap divizionin në Vlorë, divizioni madh,
që merrte që nga Saranda që nga Boshi deri ande ishte nga më të mëdhenj në Shqipëri me Sazan, Himare, gjitha nga. Vetëm oficera kishte 1000 jetra. Më kaluan shef kuadri divizioni deri në 92-shin. Në 92-shin e filluan ndryshimet, mora uzimet që do fillonte reforma dhe në ushtri. Sa u ktheva atje një të bërë kërkesën, edhe me dëshirën time ika pa u bërë reforma akoma. Isha lidhur me Dushon, Dusho kishte qenë në Komision Plan të Shtetit, edhe kishte njohje me këto vendet, sidomos me Bullgarinë, e njifte. Një kushërim i parë, një djali që me shehu në Vlorë, që e kishim si vlla, si shkonim mirë. Kishte kunatin e tij, kishte një $10,000, thotë ai, kam $10,000, po ku t'i prishëm? Më thotë mua, këtë marrë Dushon në telefon, hajde një këtu, vijmë në Tiranë e takojmë. Sa kini $10,000, mirë. Sa veta jeni 2, unë 3, Rabiu 4, thotë, dakord, vetëm me ndërmjetësim tonë. Ikëm rrugën e parë me Dushon në Bullgari, qatë marrëm, gozht, se nuk punon dhe fabrika gozht dhe këtu. I sollëm gozhtët, bëm tregtin e pare, si u rregullua atje një. I mori nafta që nuk i duheshin fare, po kishte fonde lek. I bleu ajo të 18 ton gosht, filluam lëvizjen e parë të tregtisë, ato lek i futëm prap, ikëm prap, morëm pas herën e dytë basma, e tje, pastaj këto soba, frigorifere, me të tëra që dilte atjera se ishte kohë e ardhë, me thënë drejtë, që çdo gjë shitesh e ishte tregu shumë i jetur për atë punë. Pasaj këtu në Tiranë, erdhe në 99-ën, një vit para se të vija, mora një dyqan këtu e hapa. 97-ën e kaluar në Vlorë. Në 97-ën pasaj mundoj dyqani në Vlorë, ishte një nga humbje të ndëdhaq, gati 20-30 milion lek, po për atë kohë ishin shumë. Aksidentalisht, ai roja kështë në zjarin që ruan të dyqanet. Dyqani ishe me llamarina nga jashtë, brëda kishe pasaj edhe elektrike edhe ndërtimi, se kisha të dyja. Bëj një zjarë atja ishin këto sprajtet e që përdoret edhe tretësat e bojrave që shpërthen, shkriu edhe hekurit tëra, brëda asë zjarë fiksa s'kishe qatë bënde. Bilo largoheshe njerëzit se ato plasin si boma hiteshin kërbjet nuk. Më ndihmuan shokët, kisha sidomos një Luçi në Fier, që merja furnizim të kaj. Hajde merë, tha, sa të duhen, hap dyqanin urgjentisht dhe lekët mjep kur të kesh ose mos mjep fare. Më ndihmuan shumë. Këtu pasaj thash në Tiranë, mora një dyqan tu, e hapa një vit para se të vija që të afirmohesh, nuk doja fitime. Pasaj mora një dyqan të treguar e lidemi, edhe aty punësova aty. Edhe një këtu, edhe Rengjo Kurubi punoj cako me mua atje Shqicës. Qëllimi ishte të jetoja, jo të fitoja të bëhesha i pasur. U lidha dhe me një shok që kishte këto ndërtime të shok i ngushtë, Ze Flasër, një inxhinier elektrik. Të gjitha këto të Kolomos, këto villa, një 20-30 pallatet më dhe që ka bërë, gjitha i kam furnizuar me vetëm furnizor. Merë dhe nga kinesi. Pasaj ra edhe tregtia, i kalova me riparime elektrike, për të lëndisur më shumë. Edhe kaloja kohën, edhe një fitim modest, po hajde. Po si ushtarak, ju keni qenë në një regjim pak të vështirë për rinin sidomos. Bëni tjetë edhe dashurore. Me orar. Ushtarak. Atje ushtria sidomos, mbrojtja kombëtare kishte shërbime shumë. Një gatishmëri të lartë. Detyrohesh, unë nuk isha me trupa, po kisha një defekt, thoshte ai,
Dhe ikje tërë natën në majtë Karaburunit. Dhe vinte ushtari me mushk të merrte aty poshtë në Orikum, e pas 4 orësh mund të mrije në majtë e Karaburunit. Edhe bile mbaj mend njerë, kam në 1 javë rresht në majtë Karaburunit, në një stacion që kishte defekt se nuk e gjeja dot, dhe nuk dile, ishte edhe dimër, e ftohtë. Nuk dilje dot, atje haja, atje rria, atje flinim, që stacioni ishte i madh, ishte 15 tonë nga kese. Gatishmëria ishte e madhe. Po, sidomos ato vitet e para në Cerrik kam kaluar shumë më mirë, ishim edhe të ri. Kishim një shoqëri shumë të mirë. Me çuna, apo dhe goca? Edhe me gocat. Me gocat bashkë ishim, se qyteti vogël. Po jo, unë me një gocë gjeta me zi, s'ka më lëviz. Aty e gjetë? Ja. Se po së t'i gjorë. Atje organizonin, çdo ditë edhe ndeshje futbolli, edhe me Cerrikun, bile isha edhe komisari i ekipit të Cerrikut të futbollit. Iknin në Belsh me bicikleta, juanim për liqen, të tërë çunatëriu, të tërë u fejuam atje, kishim edhe të fejuarat edhe i shoqe, ndihmuam njëri tjetër. Po ishe me lirim, si dole e njofe ti, si ushtarak? Ushtarak, me shikën parë. I veshur ushtar? Oficer, po bile oficerat ishin privilegjuara dhe ishim 2 oficera, ne kishim oficera shtabi, sa kishim dalë, të 2 janë shok nga Dragjasit, të 2 edhe kapelet i manim në një kra, dili me, po në atë kohë kish konsiderat, i donin oficerat. Pastaj unë futa, rria atje, u futa edhe në shkollë të mesme, në vit të 3 atje, elektrike, mora edhe një diplom atje, edhe për të kaluar, po me thënë të drejtën, edhe mësova shumë. Kisha bërë të lardhën atje, po atje mësova më shumë, më gjëra më konkrete. U futa edhe në Elbasan matematik fizik, një vit, u mbyll se s'ki student viti tjetër, e lash u ktheva. Hapa dhe një kurs në shtëpinë e pionerit, aty në Cerrik, për radioteknik me kalamajt atje gjithë. E domen e organizoja kohën dilte. Pasaj Të shërbeu. lidhëm me bëm me fëmije. Mora shtëpi atëherë, në 70 mora dhe nënën nga fshati. Edhe më kujtojt, aty ku vajta me një zis ushtarak, do merë se hapa shtëpi të re, po shtëpia ishte bosh. Qa të merë jemë, 3-4 të hodhëm dru. Që kishë, se tjera të kishë të tjera. Kishë një kazan ushtrie, që kishë marrë në italianë, në kishë një makinë qepse, argalin, ca dyshek kashte, ca lukë aluminit të shtërmëruar. Ashtu e filluam, në fillim me të fjetë në shesh, pasaj hipëm. Po prit se para se të futeshit në shtëpi njëherë e kapen mes të rrugës, si u njove. Po kaluja gjithmonë, kishim një pikë atje ku rinda ishte një qezën burimi, se gjithmonë këtu bëjnë edhe këngët këshu i kanë bërë. Një vajzë të burimi, se atje dinim dhe. Mu shte u i kjo, më kaloja një herë, 2 herë, e pash më përqeo. Më një maj. Ushtarak? E orje civil, në punë vinim ushtarak. Edhe ushtarak kishim lezeze, kishim uniformat mira. Më një maj u pam, 5 maj u prezentuam, pasaj si shto dhe jo ziton. Në 1 maj, ditën e punëtorit. Po. E ndalove dhe kjo kishe babar në oficer. Në ndalove? E ka ba dhe i thash këtu i se tha mua nuk bëhet se s'do babaj, tha. Me thash më mirë, e ka pun babaj. E vede me bëqënje regjimentit, nuk ka i po pite kafe, atje tha kishë dëgjuar po së më njifte. Bile u brem kam, në eroj se kishë gratë më tullët, ishë në atat luftës. Ullë Allah fosa me dhe i them, ne duhemi. Tha, po duheni, tha, që më pjetë mua, tha. Ne jemi, tha, partia, tha, shuk, njëri drejtë. Po s'ke njeri, tha ti, prindër, tha, më të më dhejnë, kështu, tha, që të lavose mund, tha.
Jo, i thash, për fat keq më kanë vdekur, i thash. Unë jam, i thash, unë do ta marrë, unë do e lë poqe, i thash. Po ma jep, ma më shmoj, i thash. S'ka. Qika shumë bërin, në azë, jo, s'farë, po. Ishte vjera pasaj, se ishte nga Vlora, tha, jo, po është nga Vlora, tha, ka marruar e punë, tha. Nuk diskutojnë. Ky është variante jotë, po unë do doja ta dëgjoja variantin nga krau tjetër. Atëre, si ndodhi momenti i parë i njohjes edhe cili ishte imazhi jotë? Momenti ne jetonim në Cerik, se baba ishte ushtarak. Ne jetonim të shtëpia Xhaxhait, na kishte lënë atje dhe atje quhesh një lagje në Cerik, Amalasen. Edhe unë jetonim atje, mamaja me ne fëmijët. Baba i vinte një në muaj, sa shu ishte atëre. Dhe aty në lagje kishim edhe bache, kishim edhe një borim që mbushnim ujë. Dhe unë mbushja ujë, dhe kalon ky lartë, në kodra ta kishin në repartin atje që kishin. Kalon një edhe unë mbrita kopë dhe shikoja këtë njërë dy kalonte. Dhe ky më pa, në një mneshtja, së vajtin mëndja fare për atë punë. Unë isha në shkollën e mesme, kishe filluar shkollën e mesme, dhe isha në vit 3 të shkollës mesme në Elbasan, për mjekësore, dhe isha në vitin e 3. Asa në një maj, babaj më merte gjithmonë me vete, se unë kam 4 vlezër dhe vetë jam një motër. Edhe babaj më bante gjithmonë me vete. Dhe në një maj dolem si në qëndër të qytetit, si festohesh një maj, e ajtë tha mua do dalim, ishte ko e bukur djel. Dolem. Isha me babajnë, ky kishte vënë një palë syze, si projektore dhe më dilte për para. Unë ndroja vënd ky për balë prapë. Një, dy, më thot babaj mbasi marrëm i tingëve kështu, më thot hajde do vëmë një lokal të pimë në gjë. I thash unë do i thi në shtëpi, nuk vinë lokal. Dhe nisë për në shtëpi, ky më ndjek nga mbrapa. Po unë me nëzitim nga Afrika, e më thot ndalo, thot se po unë faktikisht nuk ndalova dhe më rritë në shtëpi. Iko një maj. Në 5 maj neve ishim 3 shoqe që ishim me abone, dhe prisnim abone në 5 maj në Elbasan, se e bënim shkollën në Elbasan dhe ikim ditë për ditë. Aty, vjen më mbrapa ky në autobus, kishte zbuluar shkollën time e tëra. Ka qenë në zbulim, në radiolokacion ka qenë po. Po zbuloja 10 kilometra, 400 kilometra avionët, jo. Dhe vjen, më thot ai një nga ato shoqet, më thot, po ky që po na ndjek, çfarë ka ky person që po na ndjek? Thash, unë i ka po me mua, po ju vazhdoni prini abonet se do merrem unë me të. Ja tregoj unë qefin. Isha në moshën Qefin tregoj. 19, se 20 u martuam, në 20 kam lindur revën. Dhe preme, thot mua, avasht, thot mere me avashtë, se unë kam qëllime serioze, si ato të tjetë. Duhet të kështu, thash unë rretom familje. Jam nga, shumë kam këtë familje, kam... Dhe unë duke pas mama nga radhime Vlorës, se di që do ishte dakord mamaja. Dhe baba kisha në Gramshi, po e dje që andej du më martonte në Gramshi. Nga anë e tia. Dhe si përfundim i kanë shpinë. 5 maj, thash këshu, bëri një gënjeshtër të madhe. Këtë thash unë ora se mikën autobusi, mikin shoqet. Tha, ora s'ka vajtur. Qa ora ikën autobusi kaq? Po si ishim shumë larg nga stacioni. Vemi atje, pastaj mbasi iku autobusi, më qonë këtë vendi. Ja që gënjeshtëra ishte... Me ante asaj gënjeshtër ka fituar. Fillova të qaja unë se atëherë ishte si do justifikosh atë prindërit. Autobusi tjetër vinte pas një orë 2 po diu. Nga stacioni autobusit e shtëpia ime ishte në sa ishte, i qërkore në këmë, 10 minuta, sa të veri në shtëpi. Vete, unë e thot mamaja, që bërë me i vaj, si i korari. Thash në la autobusi pare dhe erdhë me të dytin. Gënjeva dhe unë, nga Afrika. Iku 5 maj, pastaj vjen ky takon baban, si që tregoj historinë,
Babaj vjen në shtëpi, thot juve timet të tëmë e keni kurdisur, ku e gjete këtë, ai mund të jetë rrugaç, mund të jetë kështu, nëse njohim, s'ka familje, s'ka kështu, as në një mënyrë, thë. As në mënyrë. Vajti kjo punë 6 muaj erdhi ky vllai maf imi bënte se unë jam fëmia i parë, bënte stërvitje që bënin atje te reparti i tij. O babin e njohim se është oficere, na bën stërvitje, na bën kështu. Është njëri i mirë. Jo, s'binde dakord. Absolutisht 6 muaj rresht. Sa erdhi në shtëpi ky një herë, e mbyllën derën si hapën fare, erdhi e dytë, erdhi e tretë, pastaj mamaja pranoi. Po luftarake. Mamaja pranoi, tha unë, ky që e fati saja, unë jam dakord. Do me që e ti dhe ai dhe, me gjithse kishte thënë një shok në Vlora, nuk e di kush ishte ai. Komisari Dekës. Komisari Dekës kishte thënë që unë e njoh familjen atij dhe janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz ka vëllezërit, ka shokëshuja që shpjeguar, edhe atë ishte bindur kë. Po bind. Po nuk e mendonte gjën që unë do largohesha. Se isha gjithmonë me ta, edhe kështë edhe si mendonte. Dhe kështu, pastaj, kjo që historia. Bile kur u transferuam që ikëm në Vlorë mas 10 vjetësh që kisha në Cerekon. Mos se bëm flit një, pastaj. Jo, po tha mos ik ti se do kthehet ai thoshte. Po, dal do e them vetëm. Si përfundim mbarova shkollën, mirë po atëherë emroheshin në përfshatra, të emronin. Unë duke ky mori shtëpinë, mi dha dhome kuzhinë dhe tha që në qoftë se do martohemi, nuk do të emrojnë në fshat, do të emrojnë të unë Cerik. Dhe ashtu bëm dasmën, një dasëm kështu. Të thjesht, jo e bën në Vlorë gjë në dasmën. E bën këta, bën e një të vogël aty. Edhe bëm dasmën, nuk kthyer. O e mërova aty në Cerik me punë. Mami i fermire, punoja në spital. Lindo vajzën e parë, ishte edhe nëna. Derisa Eva ishte... Po pëse se bëm dhe fejes. Qa fejes e bëm? I të Durrës. Pastaj, si mjeftoj gënjeshtër e parë, po bërë dhe një gënjeshtër tjetër. Ishim të fejuar, dhe më qonë mua në Durrës. Thotë, kam motrën këtu në Durrës, thotë. Dhe vemi, bëjmë një gjira, do këthemi. Ati ishim mbledhë me Muzafer, me Gjuzidea, me tërë këta, të mbledhë më dy gjyën, prapë. Korkutajt. Korkutajt. Më panë, dhe i tha, ishte thënë Gjuzides këj që, jam një me një vajzë, jam fejo, po. Qka është? Edhe por hyra unë në dere, dëgjova Gjuziden që tha që, po, ore, gënjeshtari, tha, për që ka remet vajzë. Ja dëgjova, nga la tjetër përuar unë si njifja. Jo, po nëna. O, nëna më kontrolloj. Nëna më kontrollon të nga veshët, nga sytë. Jo, dhe dori qo. Jo, dhe dori një sa kështu dhe më kontrollon të kisha për s'kisha. Kontroll një s'kisha. Edhe dhëmët. Edhe kështu. E më të dhe thosh po mirë. Mirë që nga dhe. Kështu pastaj, më dasma. Po pse ka qenë zakon luftar që i kontrollonin Po nusë? jo, po. Po që ishte ajo shumë. Po unë ja kisha bërë të keqe. Ky i kishte, si që i kishte ato aventurat e tia, ishte burim në radhë të parë, pare se të martoshim, ka qenë familjar, i rregullt, punëtor, po dhe një dy kritika që e bëj unë. Jo parë se të martohesha, mas i martohëm. Pas i martuam, pas i martuam. Dhe kritika që është i nxituar, mirë zjarë shpejt, dhe ekipi. Edhe nxitimi i pari dhe mund kur u martova vetë. Ka vërtet. O, zot. Me gjithatë e shtyp, mja 55. Gjithatë, jam e lumtur për kaq vjetë se kemi jetë breshotore 55 vjetë, kemi bërë 3 fëmijë, kemi të mrekullueshëm, tash tjetër jam me kënaqur nga jeta, s'kam asnjë. Më ka respektuar, më ka dëgjuar, i kam dëgjuar. Tash e dëgjoj më shumë. Tani e dëgjoj nga varë. Edhe, nuk e di stereotët të gjithë në përgjithësi, po
Buri im është frikacak. Jo, frika se kujdesëm. I kujdesshëm, po, jo. Po trakipi. E trimat u vranë në rrugë të gjithë. Frikacak, është frikacak, jesh masë. Jo, jam i kujdesëm, se trimat u vranë të tëra. Ja, i kujdesshëm, i prekotja mu. Po e ke me frikë, çdo gjë, si një afteriu të frikacak. Me një të mërë, të mërë është t'i provë efterë. Unë isha me fatë, që mora burin në afterë. Të mirë e këtë e dera. E të mirën e kisha të dera, kështu. Vetëm kanë zituar, po i kanë zituar për mirë, për familje. Atë duhet, Po, patjetër. se duhet i bëj shpejt gjëra. Kështu që dhe ne deri tani kemi kaluar. Jam dhe familjen e ka vëllezrit, motrat që kishte. Vëllezrit që kam respekt. Shumë madhë më respektojnë, i respektoj. Edhe i dua shumë. Jo, më shumë i dua unë të tu. Po mirë, edhe ti i ke respektuar dhe mirë, nuk diskutuar dhe. Po që... Jo, e se bëj shaka. Shu kaluam, i ku jeta. Po të ktheheshit prap, Të ktheheshin prap. do e pranoje më kollaj. Për të martuar. Jo, po të ishim kërë, zë ishim martuar. Zë ishim martuar, po të këshim prapsës. Kjo nuk do të zitohesh amë unë. Po ajo? Ajo po të zitohesh ajo të shi. Po të kërë. Bënde shkollën, shkolla mjekësore. Po bënde figurë në tërë qërrikun. Po, bile, më tha njëri njerë vjetë edhe ulla, dhe saj natë kishim ty janë, tha mua dhe. Në klub, isha dhe klubi kunatit. Që i thash? Po tha në more vajtë më mirë tha. Që i, më madhe mërjej. E po mirë, sa vjetë u bën? Po i qo 55 ka. 55 vjetë martuar, vim për 56. 55 i mbushëm vjetë. Po mirë, deri në vitin... Nuk i menduam që do arrinim deri këtu, unë për vete. Se nga ana shëndetësore kam që jam pak. Jo pak, e së murin. Po, më gjithë atë arrita. Arrita 75. Ja, gjën më të mirë që quaj unë me gjithmonë me fëmit. Të tre kemi avër, të tre kanë. Nga 2 nga 3 fëmijë, bëjmë 15 gjithsej. Edhe vetëm ditë lindje i bjem shumë se njerë në muajt në lidhemi. Edhe nuk ndajmë asë njerë. Ja do të tregojmë në të shikosh edhe ecjen që kemi bërë. Çdo vit gjerë fotografitë dhe shikoj edhe ndryshimet që kemi bërë, shkallë. Edhe këta fëmijët me njëri tjetrin shkojnë aq mirë, edhe kjo është kënaqësia më e madhe në jetë. Kjo është kënaqësia. Kemi 7 ditë për mbesën. Më kujtohet një llavi nënës para dhe që thoshte u largova nga ajo jetë, thot sikur do kthesha prap, e mendje në vend e keshe shumë porosi u dashur me. Ta doni shumë atë për të gjë mos përqeni të forconi vllazërin e të bëhej kudo që jeni. Edhe unë kam besim të plot, thoshte nëna, me këta fëmijë që kemi, nuk na shkoi mundimi kot të ndërruar do të jemi. Është fundi i librit që ta bërë unë për nënën. Se për nënën mund të flasin, kam bërë një 3 libra, kam për nuk kam, dua vetëm kujtimet, në fakt kur i kam bërë, qëllim kam pas, i kam jetuar edhe njëri jetën time, duke shkruar, duke bërë. Atë të nënës e kam bërë në 82-shi. Është gozha e gjatë. E shikoja nënën dhe baba në fotografi, isha sëmur. Babaj kishin fotografi pasaporte, se vdi shpejt s'kishte. Nëna kishte një fotografi të bukur që kishte nxjerrë Muzaferi, kur u martua Muzaferi, dhe dukeshin sikur llafoseshin të dy me njëri tjetrin. Edhe duke i parë atje lindi dhe mendimi, them, varur në fotografi, nëna sheh baba në sy, po baba i rëngët rri, se ishte pasaport, duket si kur banë më ri. Nëna i qeshur e gojmë mjallë, i thotë mos më maj natë, se nderin ta majta lartë. Nuk e kam hallin atje, i thotë babaj, se të kam njof që të re, po kam 30 vjetë në dhe, që vetë mua më le, se kish 30 vjetë që kishë dhe babaj. Barën e kishat madhe, i thotë nëna, dhe kam hejur shumë halle, po ti ndoshta ke harruar se shumë vite kam shkuar. Në Vlora kur erdhen së morën më këmë së ngrit e më kurë, vetëm më dhe porosi për mua dhe për fëmijë, thotë nëna.
Edhe këtu fillojnë pasaj babai me nënë muhabetin, tash kanë vdekur të dy me njëri tjetrin. Po, llafosën atje. Llafosën atje. Mirë i thot babai shkret, ashtu është me të vërtet. Malli shumë më ka marrë për të gjithë më fol me radhë. Edhe nis nëna e tregon. Nis zemra i rënkon. Dhe rënkon edhe nga syt lotje pikon. Edhe tregon historinë që kur vdes babai deri në fund pasaj vuajti dhe s'kan të marrë. Tash i brezat që vinë. Tash ju keni mundësi të bëni këto biseda së gjallë, jo me ata. Po, shiko, ja të them edhe një gjë këtu që për këtë që një nga kryeveprat që quajmë, që kemi bërë me thënë të drejtën, ishte detyrimi për prindrit, ata dhe të vdekur. Nëna kishte vdekur në Vlorë, edhe Gaziu. I hoqëm, i bëm të gjithë bashkë, gjyshërit, baban, vëllan, të tërë atje, kemi bërë një arrest të vogël, minim arrest të mrekullueshme. Edhe na duket sikur i kemi lënë janë rehat bashkë të gjithë. Edhe sikur të kenë edhe fëmijët tonë, të kenë këtë respekt për neve, bilancin e kemi bërë me sukses në këtë jetë. Rojtëm po ikim të lumtur, s'na ngelet pishman në jetë. Se tim që të nësë jetën më Po jo, edhe ti kemi një amanet, unë kam bërë një vjerë që ua kam lënë këtyre që thash, kur të mos jem, atë lezoni, mos bëni biografi. Ati e përë. Edhe kjo që të thësh? Po, tash ti e 78. 78, Po deri në 100 vjeç ke akoma... Ka akoma kokë... po është puna si që Unë po. Unë nxitoj më. Po e di që nëziton po, se të që ke akoma, je i ri. Po ti ki jam atë shpëtoj, mos vuaj. E more, randaj trëmbesh ti kur s'muresh? Po trëme nga vuajtet, jo nga A e pra vdekja. po ty... Nga vdekja s'trëme, thot ai, edhe s'dert fare lot. Po vdekës... Gjë më të mirë në botë s'gjën dot. Po trëmem nga jeta, që i madhi Zot, kot ma dha dhe unë pa ja kthej në kot. Kështu që kot, unë kot ka marrë një Kota, që gjithë të që të edhe kot do iki do thotë që e marri në vitit, po mërë me takova që... Dijon, Po me gjitha të, unë e Po bërë... shtrëngove dherë tani, qëfar ishi? Pra i tash... Qëfar jetën gjatë ke bërë? E bërë, po për ti kur... Se unë s'kam aventura kështu, si ti. Se ku janë aventurat? Jo, ke bërë ti se ke qenë fshat nga shumë e pas jetën. Aventurat, si janë Jo aventurat? aventura, po ke hequr nga jeta ke... Vështirë. Aventurat nuk i Prindrit e tërgojnë. tu, pa tjetër familja jote. Unë ka pas femirit lumtur, për lete. Unë kam pleqerin të lumë. Po, preqerin po.